ky në statusin fetar quhet dejuth, njeri pa cip, njeri pa ynyrë, njeri që nuk ka frikë asgjë. Se një person e pyet pejgamberin alayhi salatu wasalam se cili është gjunahu më i madh. Dhe ai pejgamberi alayhi salam i thotë an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, i bësh Zotit shok ndërkohë që Zoti ty të ka kriju. Tha pasaj, tha të vrasësh fëmin tënd nga frika e riskut, se do të ushqehet me ty, ose do të haj, ose do të marrë riskun tënd. Tha e pas kësaj, të kryesh imoralitet me fqinjet e tua. Dhe më pas ka zbritur e shpallur pikërisht ky ajet kuranor, ku Zoti i Gjithësisë pra në mbështetje të fjalës së pejgamberit alayhi salatu wasalam shpall të fjalë kuranore. Dijeni të nderuarit e mi se imoraliteti është një gjunah jashtëzakonisht i madh në Islam. Ai sa pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam e ka vlerësuar ku thot la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Thot nuk bën imoralitet besimtari në çastin kur po kryen imoralitet dhe të jetë besimtar. Pra kjo vepër në atë çast nuk mund të pajtohet me besimin. Vallë pse? Përse nuk mund të pajtohet me besimin? Ose një hadith tjetër ka ardhur nga vetë pejgamberi alayhis salam ku thotë se kur është duke bërë imoralitet, ruajna Zot nga të gjitha llojet e imoralitetit. Kur është duke bërë imoralitet, del imani, del besimi nga ky njeri dhe qëndron thot mbi kokën e tij si të ishte një çadër, një hije. Si të ishte një çadër. Dhe nuk kthehet vetëm se pasi të kthehet ai. Vallë përse? Sepse kjo është tradhti me Allahun xhelle xhelalu. Është tradhtia që i bëhet Zotit Gjithësisë. Të ka krijuar dhe ka kërkuar prej teje mbrojtje në shumë gjërave, kur ndër të tjera është dhe ruajtja e nderit. Dhe ruajtja e nderit nuk do të thotë të ruash thjesht nderin e familjes tënde dhe të jesh xheloz për femrat të cilat janë antarë dhe pjesëtarë në familjen tënde. Por i ndershëm është ai person i cili ruan nderin e të tjerëve jashtë familjes vet. Se nëse nuk do të jetë i ndershëm, nuk do të ketë xhelozi dhe për familjen e vet, ky në statusin fetar quhet dejuth, njeri pa cip, njeri pa ynyrë, njeri që nuk ka frikë asgjë.